Në Parlamentin Evropian në Bruksel, Korça u vlerësua me titullin prestigjos Qyteti Evropian i Sportit për vitin 2026, duke u renditur mes 21 qyteteve më të vlerësuara në Evropë. Ky çmim vjen si njohje e traditës sportive të qytetit, investimeve në infrastrukturë dhe angazhimit të vazhdueshëm për zhvillimin e aktiviteteve sportive në komunitet. Në ceremoninë e dorëzimit të certifikatës morën pjesë përfaqësues të institucioneve vendase dhe sportive, mes tyre zëvendës Ministri i Kulturës, Turizmit dhe Sportit, Endri Hoxha, kryetari i Bashkisë Korç Sotiraq Filo, presidenti i Komitetit Olimpik Kombëtar Shqiptar Fidel Ylli, si dhe përfaqësues të federatave sportive. Pas Tiranës, Vlorës dhe Shkodrës, Korça bëhet qyteti 4 shqiptar që certifikohet nga Shoqata Evropiane e Kryeqyteteve dhe Qyteteve Sportive. Ky vlerësim përfaqëson një hap të rëndësishëm për forcimin e imazhit të qytetit në arenën evropiane dhe për promovimin e sportit, turizmit dhe kulturës. E nisim programin dhe temat e ditës sot me sport. Kam kënaqësinë që të kem në lidhje të drejt për drejt kryetarin e Bashkisë Korçës, zotin Sotiraq Filo, për të folur për një lajm të bukur që qyteti i Korçës ka marrë për gjatë ditëve të fundit. Është shpallur kryeqytet evropian i sportit për vitin 2026. Zoti Filo, mirëmëngjes, mirë se vini në Radio Televizionin Shqiptar. Mirëmëngjes, mirë se u gjej. Është një titull i bukur dhe i rëndësishëm, me shumë vlerë që qyteti i Korçës merr. Tirana e ka pasur gjithashtu në të kaluarën dhe ajo që ne duam të dimë është si është shpritur, si u mrit deri në këtë vendim, edhe më pas do të pyes pak edhe për aktivitetet e bukura që na presin vitin e ardhshëm. Po, siç e thatë edhe ju, në datën 11 dhjetor është kryer ceremonia e dhënies të titullit qytet evropian i sportit për një grup qytetesh, 21 qytete, në ambientet e Parlamentit Evropian në Bruksel. Për të ardhur deri tek ky titull, kemi kaluar në disa etapa. Fillimisht ka qenë aplikimi që kemi bërë në pranverën e këtij viti të 2025-s. Pastaj ka qenë një vizitë, inspektim nga ana e një delegacioni të lartë të ACES Europe, që është organizata që jep këtë titull. Gjatë kësaj vizite, nga ana e këtij delegacionit, kryesuar nga presidenti i organizatës, sekretari i përgjithshëm dhe një grup personalitetesh të tjera, është kryer një vizitë në qytetin e Korçës, është parë infrastruktura sportive që ne kemi në qytet, por gjithashtu kemi patur mundësi të paraqesim nëpërmjet një prezantimi edhe atë se çfarë është sporti për qytetin e Korçës. Ka ditën historike që ne kemi në sport, në disiplinat të ndryshme, në personalitetet sportit që kemi dhënë jo vetëm qytetit, por edhe vendit. Dhe pas kësaj vizite është marrë vendimi për t'i akorduar këtë titull, qyteti evropian i sportit, qytetit Korçës. Po, ka pasur disa kritere, zoti Filo, që duhet përconte qyteti i Korçës që ta fitonte këtë titull? Po patjetër, kriteret variojnë që nga infrastruktura sportive, që duhet të ketë një qytet, dhe Korça është nga qytetet që ka një infrastrukturë sportive moderne, kemi zonën sportive me terene të ndryshme për futboll, për basketboll, volejboll, tenis, kemi qytetin e fëmijëve që brenda saj ka dhe një mini pallat sporti, kemi stadiumin, kemi pallatin e sportit, por nuk është vetëm infrastruktura, është edhe mbështetja që qyteti, bashkia duhet t'i jap sportit, dhe kur flas për mbështetje, kam parasysh jo vetëm mbështetjen e ekipeve sportive, që është njëra anë e rëndësishme patjetër, por është edhe mbështetja që qyteti i jep zhvillimit të aktivitetit sportiv në përgjithësi dhe konsiderimin e sportit si një instrument të rëndësishëm për një jetë shëndetshme, për edukimin e brezave të rinj, por edhe për përfshirjen. E kuptoj. Pra gjithë këto kritere u vlerësuan nga ana e përfaqësuesve të organizatës, ne dorëzuam një prezantim me shifra, me të dhëna, me listën e aktivitetet, me suportin që ne japim sportit, dhe pas këtij vlerësimi është bërë edhe akordimi
i titullit. A ka një aktivitet të veçantë shumë të bukur sportiv që ju mund të ndani me ne që sot, përsa i përket vitit ardhshëm, që do zhvillohet në Korçë? Po, me marrjen e këtij titulli, Korça gjatë vitit të ardhshëm do të jetë një prej 21 qyteteve europiane të sportit dhe kjo nuk është vetëm një vlerësim, por është edhe një detyrim për të bërë akoma më tepër për sportin gjatë vitit që vjen. Dhe do të kemi investime të rëndësishme në infrastrukturën sportive. Ne kemi filluar prej pak javësh një projekt të madh që është rikonstruksioni plot dhe modernizimi i pallatit sportit të qytetit Korçës, që do të na krijojë mundësinë dhe kushtet për të patur një aktivitet sportiv më të mirë për ekipet e lojrave me dorë kryesisht dhe jo vetëm që të qytetit tonë, por edhe mundësinë për të organizuar evente dhe aktivitetet të ndryshme, kombëtare dhe ndërkombëtare, me këtë pallat sporti, ndërkohë që menjëherë me marrjen e titullit kemi ngritur një grup pune me specialistë të ndryshëm të sportit dhe jo vetëm, të cilët janë duke punuar për të artuar kalendarin e plot të eventeve sportive që do të ndodhin gjatë vitit 2026. Ajo që po mendojmë, një prej aktiviteteve që po mendojmë që ta kemi gjatë këtij viti, aktivitet të veçantë që nuk e kemi patur herët e tjera, është mbase organizimi i një maratone. Interesante. Po mund të jetë njëra prej aktiviteteve. E besoj që është një aktivitet që të rreq vëmendje shumë, sidomos të sportistëve atletëve të huaj që vinë për të vizituar, për të shkuar për qytete të ndryshme. E kanë dëshmuar qytetet tjera në Shqipëri. Është një aktivitet maratona e cila bën brenda saj të gjitha ato elementet që ne do të donim dhe që janë edhe në filozofinë e promovohet edhe qyteti në të njëjtën kohë, nëpërmjet këtij sporti. Pra është një projekt i cili ka brenda saj kompeticionin e sportistëve, ka brenda saj përfshirjen, ka brenda saj sportin, përshëndetin, pra në një maraton vrapojnë jo vetëm ata që janë sportistë profesionistë, por edhe gjithkush i cili do të merret me sport dhe të promovojë atë jetën e shëndetshme, por është edhe një aktivitet i cili shërben edhe sportit në funksion të turizmit, sepse siç e thatë edhe ju, është një aktivitet që sjell edhe vizitorë. Patjetër. Zoti Filo, dua të pyes sa e duan korçarët sportin. Unë i kam parë pak a shumë nëpër pallatet e sportit, sidomos kur luanin vajzat. Deri para pak kohësh, po edhe këtë vit gjithashtu e kanë mbështetur vajzat e Skënderbeut, pra të voleybollit, apo futbolli i Korçës, që për shumë vite ka shpallur kampion dhe ka përfaqësuar djegësisht vendin edhe në Kupat e Evropës. Ju gjithashtu keni qenë prezent her pas here nëpër të gjitha këto aktivitete sportive. Çfarë rëndësie ka sporti për qytetin e Korçës? Po është e vërtetë ajo që ju thatë. Korça është një qytet që do sportin, është një qytet që nga njëra anë, siç e thash, ka nxjerrë breza të tërë sportistësh që kanë qenë kampion në disiplina të ndryshme të sporteve në Shqipëri, por është nga ana tjetër edhe një qytet që ka një publik, edhe një komunitet sportdashës. Mjafton të shohësh pamjet që vinë nga pallati i sportit kur luajnë ekipet e Skënderbeut, sidomos ato të voleybollit të femrave, pamjet cilat të kujtojnë pallatet e sportit në Shqipëri të para viteve 90. Pra pallati i sportit i mbushur plot qytetarë të cilët bëjnë tifo për ekipin e tyre të zemrës, për Skënderbeun, janë pamje që në fakt janë të ralla në qytetet e Shqipërisë të pas viteve 90, por kjo është Korça, qyteti i cili jeton me sportin. Janë të gjithë klubet, besoj unë, me syt nga ju, nga bashkia, për mbështetjen e vazhdueshme që duhet të kenë, sepse janë burimi, pra bashkia është burimi kryesor i të ardhurave që ato kanë. Do të punonin në drejtim të gjithë klubeve, pra për t'i pasur në të njëjtin nivel siç ka qenë, fjala vjen, Skënderbeu i vajzave i 2 viteve më parë, ku sillte edhe kampionatin, po mbushte edhe pallatin e sportit plot e për plot? Shiko, Bashkia e Korçës nëpërmjet klubit Shumë Sportës, Skënderbeu mbështet një numër të madh ekipesh sportive. Besoj se duhet të jemi nga klubet që kemi një listë shumë të gjatë të ekipeve dhe të disiplinave sportive, duke filluar me ato
më tradicionale dhe më popullore, si që është futbolli, për të vazhduar me volejbolin, femra meshkuj me basketbolin e meshkujve, për të vazhduar me atletikën. Ekipi ynë i atletikës është, besoj, nga ekipet më të mira të atletikës në Shqipëri, dhe kemi kampionë në disa disiplina të atletikës dhe për të vazhduar, lista është e gjatë për të vazhduar pastaj edhe me sporte jo aq popullore në Shqipëri, siç mund të jetë hipizmi. Prej 2 vitesh kemi ekipin ton të hipizmit si pjesë e klubit shumë sportesh me badmintonin, ku në Korçë ndodhet edhe Federata Shqiptare e badmintonit. Interesante. Dhe me sportet tjera që nuk janë aq... Basketbolli djemve është rikthyer të, le të themi, të rish vëmendje me performancat kohët e fundit, ndërsa basketbolli shqiptar e ka shkrirë kampionatin me të dyja ligat në një tani më. Po, duke filluar nga viti kaluar dhe këtë vit, ne kemi punuar për ta fuqizuar ekipin e basketbollit të meshkujve dhe është një nga ekipet i cili po bën shumë mirë në kampionatin shqiptar të basketbollit. Pa harruar edhe volejbolin e meshkujve gjithashtu që ka një traditë të madhe në sportin shqiptar dhe së fundi kanë qenë edhe me rezultatet dhe më të mira, vitin e kaluar, finalist të kupës të kampionatit, me të vërtet dhe ata po përpiqen të qëndrojnë ato havat e vajzave përsa i përket sportit në Korçë. Po, përsa i takon sportit të volejbollit, Skënderbeu është duke dhe një kontribut shumë të madh në të dy kampionatet, edhe atë të meshkujve dhe atë të femrave. Jemi në kampionatin e femrave, kemi qenë një nga ekipet kryesore në vitet e fundit, kampion, fitues i kupave të ndryshme, kupës të Republikës, kupës Gjergj Kastrioti, ligës që organizohet së bashku me Kosovën. Pra kemi qenë në pozicion kampion në kampion, edhe këtë vit besoj që do të kemi një rezultat të mirë, ndërkohë që volejbolli i meshkujve është rikthyer edhe ai fuqishëm në 2 vitet e fundit, kemi qenë vjet nën kampion dhe këtë vit shpresojmë gjithashtu të kemi rezultat të mirë. Më vjen mirë që e dëgjoj këtë, më vjen mirë që dëgjoj që sportin Korçë përbën një pjesë të rëndësishme të kohës lirë që qytetarët kanë për ta shpenzuar nëpër pallate sporti apo nëpër stadiume. Besoj që janë të shumtë edhe qytetarët që të ndalojnë në rrugë dhe të pyesin, duan të dinë më shumë për skuadrën e futbollit. Edhe futbolli i Korçës ka bërë histori në sportin shqiptar dhe është pak i dhimbshëm të shihet në një kategori më poshtë kur vjen puna tek kampionati i futbollit. Po patjetër rezultatet e ekipit futbollit Skënderbeu në 15 vitet e fundit kanë qenë rezultate historike, jo vetëm për ekipin ton, por edhe për vendin, për Shqipërinë, për herë të parë nëpërmjet ekipit ton të futbollit, vendi ynë arriti të përfaqësohet në kompeticione europiane, siç ishte Kupa Europiane, ndërkohë që po në vitet e fundit nuk kemi patur ato problemet tona. Shpresoj që në vitin tjetër të rikthehemi në kategorinë superiore dhe të rikthehemi edhe tek rezultatet shumë të mira që kemi patur tek kjo kategori. Ndërkohë për tu rikthyer edhe një herë tek titulli qytet europian i sportit, siç e thash edhe në fillim, kalendari i aktiviteteve nuk do të jetë i vitit 2026, nuk do të jetë dhe nuk do të përfshi vetëm sportin kompetitiv dhe ekipet sportive profesioniste apo gjysmë profesioniste, por do të përfshi edhe elemente tjerë që është jetuarit shëndetshëm nëpërmjet sportit, edukimi të rinjve nëpërmjet sportit, edhe përfshirja nëpërmjet sportit, prandaj edhe aktivitetet masive që ne do të ideojmë dhe do të organizojmë gjatë këtij viti do të zenë një pjesë të rëndësishme të këtij kalendari dhe ka shumë për të bërë, për të promovuar sportin si një mjet për një jetesë të shëndetshme. Të shëndetshme. E kuptoj, zoti Filo, të falenderoj shumë për kohën tënde dhe për këtë pasqyrim të realitetit të ri sportiv në Korçë. Pritet të jetë një vit i bukur, emocionues dhe me shumë argëtim për qytetarët në Korçë 2026. Të uroj një javë të mbar, një vit të mbar gjithashtu, në rast se nuk do të kemi takime të tjera. Faleminderit për intervistën tuaj.
Po, edhe unë ju uroj një vit të mbar 2026 nga Korça, qyteti Europian i sportit. Gjithë të mirat.